Mua më pëlqejnë patjetër që më pëlqen të shikoj filma, po nuk jam nga këto filma diktit që unë të jem çdo javë ose çdo fundjavë ose kur të jem në kinema ose të marr laptopin. Më mirë të jenë dokumentar historik ose dokumentar të bazuar në histori njerëzore. Për filmat ndoshta nuk jam kritikja më e mirë ose patjetër që nëse luan një aktor i mirë, unë e marr të mirëqenë që do jetë një film shumë i mirë. Jo gjithmonë ka treguar kështu se Hollywoodi i ka komercializuar pak gjëra tani. Se unë nuk jam shumë person kështu sentimental, po themi në kuptimin që ky është filmi më i bukur që kam parë ose kënga më e bukur apo seriali më i bukur. Për mua është gjithçka varet nga stadi im emocional. Domethënë nëse unë jam në një stad shumë euforik për momentin, për mua edhe një këngë shumë e arreshme që mund të jetë thjesht një vibe shumë i mirë, më jep një përmbushje shumë okay, po kjo nuk do të thënë që duhet të jetë patjetër shija ime duhet të jetë definitive për të përcaktuar nivelin e artit. Po.